Gjithçka shkoi mbar dhe sipas parashikimeve gjatë procesit të provimit pranues në fakultetet e Universitetit Publik të Gjakovës Femia Gani. Provimit pranues ju nënshtruan diçka më shumë se 1000 kandidat në programin fillor, programin parashkollor në Fakultetin e Edukimit, pastaj programi Gjuhë Shqipe, programi Letërsi Shqipe në Fakultetin Filologjik dhe për Fakultetin e Mjekësisë, programi Infermieri dhe programi Mami. Për të parë nga afër këtë proces erdhi edhe rektori i Universitetit Shaban Buza. Numri ka qenë relativisht interesimi i madh, do të thotë 1089 kandidat. Ka disa që nuk kanë ardhur, mirë po këta janë të paraqitur dhe të verifikuarit. Interesimi ka qenë më i madh për programin fillor në Fakultetin e Edukimit, me renditje le të themi 1/4 nëse llogarisim tash, dhe në infermieri, ku është 1/3. Ndërsa po ashtu është i kaluar numri në parashkollor, janë mbi 170 veta për 100 vende tash të lirë, ndërsa në Gjuhë Shqipe dhe Letërsi Shqipe nuk na është plotësuar numri ku kanë qenë 80 vende të lira, dhe po ashtu për Mami. Nuk bile aty se ka kaluar nuk është plotësuar numri. Mirë, po të gjitha numra paraqit nuk do të thotë që të gjithë pranohen. Duhet ta kalojnë 40% që është pragu i testit që të kualifikohen për me u rendit. Rektori shtoi se studentët u panë të përgatitur dhe se shpreson shumë që ata të arrijnë rezultate të larta. Në njoftimin paraprak që ishte ka pas 400 vende në të gjitha programet studimore, në 6 programe studimore. Mirë, po pas disa sqarimeve që në bënë në mes të agjencionit të akreditimit për kur hynë në fuqi kuotat e reja, gjithisht numrat e ri, dhe sot është marrë vesh që ne do t'i kemi 540 mund t'i pranojmë në Universitetin e Gjakovës, po flasim për në gjuhën Shqipe, duke i ditur që janë të përcaktuara me rregullore, me urdhër administrativ të Ministrisë 12% për komunitete jo shumicë, dhe mandej kemi 5% për Maltëzi dhe Luginën e Preshevës, dhe e kemi 2% për fëmijët e dëshmorëve. Që do të thotë në një numër total diku mbi 640 bojnë afërsisht. E për të gjithë ata që nuk do të mund të arrijnë të regjistrohen në këtë afat të korrikut, është edhe një tjetër në shtator, shtoi rektori.